jeni banore zonës së Çorinave, keni biznes? Po, kam biznesin këtu, Nepsin, për 10 vjetësh që e kemi hapur. Është biznes familjar dhe Ka pasur dëme të shumta rrëshqitje? tani rrëshqitja ka ndodhur mbrëm, në orën 3 mjesit na lajmëruan që diçka po ndodhte se ishte një zhurmë e madhe. Erdhëm këtu, ishte rrethuar nga policia, zjarrfiksja, gjithë. Do me thënë dhe nuk na lenin që të hynim brenda sepse e gjithë pjesa mbrapa e kuzhinës është komplet e shkataruar. Pra, dëme materiale ka pafund, por falenderoj Zotin të paktën që nuk kemi qenë të pranishëm fizikisht dhe nuk ka njerëz të lënduar sepse aty do ishte katastrofë. Ka pasur shumë dëme të shumta në zonën ku ka rrëshqitjet zakonisht kanë qenë pak më tutje. Ne kemi dhe pjesën këtu mbrapa te ky pallati që është i pandërtuar. Zotëria ka një pjesë si tip që e ka bërë parkim dhe sa herë që binte kodra shkonte dhe gërmonte si e si të hapte vend. Dhe frika më e madhe, tani nuk kemi çfarë t'i bëjmë më, po unë jam shumë e bindur që ka të bëj ajo gryrja që ka bërë gjatë gjithë kohës, gry që të hapte pjesën e parkimit, ajo e ka ndihmuar më tepër që gjithë pesha e kodrës që ka qenë tiki. Faleminderit juve.